Ramazani muaj i mirësive të mëdha. Ramazani ky muaj që Allahu i ka dhënë më shumë vlerë se muajt të tjerë, të cilin e ka përmendur me emër në librin e tij të shenjtë. Në të është mundësia më e mirë për atë që dëshiron të ndryshojë vetveten, për atë që do të shpëtojë shpirtin e tij. Ramazani po për meditim, vendohemi për jetën që kaluam pas kënaqësive të kësaj bote dhe të drejtojmë idealet tona në botën e ardhme të përjetshme. Ramazani kjo derë mëshirës që mundson që era e parfumit të besimit të depërtojë në zemrat tona. Ramazani poha e tregtisë më të vlefshme për besimtarin që t'i shumoj pemet e kopshtit e tij në xhennet. Ramazani koha vetllogarisë për secilin nga ne. Kjo mirësi e madhe që po afron. Mendoni se sa shumë njerëz nuk kanë mundësi ta përjetojnë më. Mendoni sa na do Allahu që po na jep këtë dhuratë kaq të madhe. Ramazani muaj i Kuranit, muaj i ibadeteve, i teravive, muaj i duave dhe i lotëve. Le të rrjedhin lotët tonë si lum, në të cilin pastrohet shpirti ynë nga gjuna. Ramazani muaj i bashkimit të muslimanëve më shumë se kur, muaj i iftareve të përbashkët, muaj në të cilin muslimanët takohen çdo ditë në xhami për të falur namazin e teravis. Ramazani në të cilin njerëzit janë më afër Allahut, më afër vetvetes dhe më afër njerëzve të tjerë. Në këtë muaj besimtari edukon veten e tij në përuljen ndaj Allahut, e mund nefsin e tij duke ia mohuar brenda ditës nevojat më elementare për jetën, ngrenjen dhe pirjen. Dhe në iftar gëzimi i papar për arritjen e suksesit që ja do lëmban këtij qëllimit ton dhe kështu bëm një hap drejt kënaqësisë së Allahut. Agjerimi në këtë muaj, ama agjerimi çdo pjesë të trupit, jo vetëm i lukthit, stomakut, por dhe i gjuhës dhe i veshëve, syve, këmbëve dhe duarve, dhe agjerimi i zemrës. Ky lloj agjerimi pra ka shpërblimin vetëm nga Allahu, shpërblim pa hesab, sa askush tjetër nuk e di. Ky agjerim na bën të kuptojmë më mirë të varfrit, të vëbegtët, jetimet, anë mban botës, të cilët kush e di se sa kohë qëndrojnë pa ngrënë dhe pa pirë. Me këtë agjerim, Allahu na jep shansin që të jemi më afër tyre, që të përjetojmë edhe ne vetë ndjenjat e tyre, që të përjetojmë edhe ne vetë ndjenjat e tyre, që të na shtohet keqardhja për ta. Humaniteti, solidariteti, ndihma si nga ana materiale, ashtu edhe nga ana shpirtërore, me dua dhe lutje për ta. Se varfëria është një sprovë e vështirë të cilën Muhamedi alayhis salam e ka krahasuar me kufrin. Prandaj u lut dhe tha Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr, me ruaj nga mohimi dhe varfëria. Agjerimi na afron gjithashtu edhe më shumë me veten tonë. T'i dem me njanë të gjitha ato gjëra që na mbijnë trurin dhe na prishin zemrën. Dëmijat e Ramazanit nuk mbarojnë me të numëruara, sepse janë të shumta. Agjerimi ka shumë të mira mjekësore po ashtu. Gjitha këto të mira pra i arrin me mirësitë e Allahut, me mirësinë e Allahut, i cili në këtë muaj i hap dyert e xhenetit, i mbyll dyert e xhehenemit dhe lidhet iblisin në zinxhir. Prandaj besimtar, ju ka ardhur ky muaj dhe ky muaj që po e përjetojmë është ai muaj të bekuar, mundësi kthese dhe ndryshimi që të përparojmë dhe të arrijmë suksese të jashtëzakonshme në jetën tonë. Andaj mos e humbisni këtë shans të madh, le të jetë ky muaj arritje e pastërtisë dhe besimit dhe qëndrimit së imanor.